nuk është problem vetëm i Shqipërisë, haset në shumë shtete, por patjetër Shqipëria ka problematikat e saj. Është e vërtetë që kemi pas një ligj ose është akoma fuqi një ligj për barazinë gjinore, miratuar në 2008, i cili nuk është ndryshuar ndonjëherë. Dhe si çdo ligj, ka pasur dhe i nevojën e vet që të mund të ndryshohet edhe të reflektojë dhe të zgjerohet në fusha tjera të jetës për të garantuar një barazi më të mirë të gjinore. Nuk është se na mungojnë ligjet, në të vërtetë kemi, por një ligj për barazi gjinore, neve kemi përqafuar këtë lloj mënyre që të mund të kemi një ligj central, i cili pastaj do të mund të plotësohet me ligje tjera dhe me akte tjera për të bërë implementueshëm në shumë fusha të jetës. Për shembull, qofse shohim ligjin e vjetër, ligji i vjetër i kushtonte një rëndësi vetëm diskriminimit gjinor në fushën e punësimit. Aty e kishte vëmendjen, sepse ajo ka qenë atë nevojë le të themi primare dhe shumë mirë ka bërë, sepse në punësim edhe sot e kësaj dite kemi akoma diskriminime bazë gjinore. Ndërkohë që ligji i ri zgjerohet në shumë fusha. Tregon kujdes edhe në aspekte të reja të jetës tonë. Për shembull, në 2008-ën dhuna digjitale nuk mund të ekzistonte sepse si ishte e përhapur, ose gjua urrëties, gjua seksiste, gjua e dhunshme, gjua stereotipizuese kundrejt grave. Gjua me ndjeshmëri gjinore nuk ishin ta përhapura në atë kohë, ndërkohë që sot, për ne kemi pas dhe raste kur kanë vrarë veten zonja për shkak pikërisht të fotove apo të denigrimit që i ka ndodhur online e tjerë. Gratë apo diskriminimi gjinor në zonat rurale, edhe kjo ka qenë në pavëmendje në ligjin e mëparshëm, i kushtohet një vëmendje shumë e madhe tashmë edhe diskriminimit gjinor në zonat rurale, se ne kemi një problem shumë të madh në shoqërinë tonë. Tirana është goxha avancuar në shumë aspekte, si në dijenit ligjeve, si në njohjen e institucioneve, por po të shkojmë nëpër qytete dhe akoma më thellë pastaj në zona rurale, shohim që kemi një padjeni shumë të madhe të drejtave dhe të realizimit, ato që janë, dhe të realizimit tyre. Prandaj, dhuna ekonomike, duhet dini që përdoret fuqia ekonomike që sidomos burrat e kanë kundrejt grave për t'i nënshtruar ato. Ka probleme pronësie. Akoma gratë sot rezultojnë që kanë shumë pak prona në dispozicion. Rregullimi i punës pa paguar ka qenë në ligjin e vjetër, por rregullimi i punës pa paguar, çfarë do të thotë? Neve kemi sot akoma shumë gra, të cilat janë të detyruar të mos punojnë, pra të krijojnë fuqizim ekonomik, sepse për shkak të stereotipeve gjinore dhe për shkak të mos pjesëmarrjes burrit në rritjen e fëmijëve dhe në bërjen e punëve të shtëpisë, janë po gratë ato që e bëjnë. Mirë, po një grua që rrin të bën punë shtëpie dhe nuk mund punoj, as nuk fuqizohet ekonomikisht, por qëndron gjithmonë le të themi e përkufizuar si shtëpiake në vetvete dhe nuk arrin dot që të mund të përshkruan, domethënë, po këto janë. E pra, këtë dua të them që është ideale, atëherë ku për çfarë kundërshton ti e kam pyetjen unë. Dorina ka qenë një imazh i implementimit të gruas në janë këto gjërat në ligjir që thashën apo thash në gjë të papërtet? Jo, është lexim që edhe kanë qenë, se ti e di që unë e kam krahasuar 2008, 2025. Këto fusha që unë përmenda nuk është se kanë qenë në ligjin e mëparshëm. Apo jo? Debat pra po them, këtë po thuaj që zgjeron fusha tjetër. Garanton një mbrojtje më të mirë. Ne të dy jemi miq. Ti vërtet më dënon, po kështu si fletin ne jemi miq, sepse unë loboj për implementimin e gruas. Dënon gjykata, jo komisioni. Jo, unë të kam çuar në gjykatë. Dhe besoj se gjykata do ju dënoj ju këtë herë, sepse është shumë e rëndë ajo që keni bërë ju me mua. Gjykata maksimumi dorëzoi vendimin, nuk sepse nëse një vajzë moderne, nëse një vajzë që realisht është për barazinë gjinore burr dhe grua, nëse një vajzë do Shqipërinë, është me nuanca konservatore, pa cënuar kurrë askënd, asnjë individ. Përkundrazi, ka mbrojtur ato që ju i keni lënë mes katër rrugëve sot. Ju keni bërë një gabim shumë të madh me mua dhe ju duhet kërkoni ndjes me mua. Por ky shtet është i padrejtë dhe ne jemi këtu për të treguar se sa i padrejtë është ky shtet, duke theksuar që koalicioni pro familjes nuk ka bërë asnjë gabim, nuk ka bërë asnjë e quajnë sikur po bëjnë një kryengritje të padrejtë, e quajnë sikur jemi të pa bazë, sepse këta harrojnë e majta progresiste apo një ligj nga jashtë, se ndoshta Roberti është me ne, është dakord me ne, harrojnë çfarë ka ardhur në 2023-shin, çfarë ishte ligji për të sterilizuar fëmijët pa praninë e prindit, çfarë ishte ligji dhe pionierët e tyre që po mbrojnë këta nëpër ekrane të ndryshme thonë që është bukur çesësh vezore dhe spermën, i keni me figura, me dokumenta, nëpër programe të cilat realisht denigrojnë rinin, sepse në momentin kur ti shikon që ke një krizë
nga rrjetet sociale, ti ke një krizë të rritjes së depresionit tek fëmijët nga mosha 11 deri në moshën 15, kur ti shikon që këta fëmijë po largohen nga nëna, nga babai, nga prindërimi, kur ti shikon që ke një krizë të mendimit në këtë shekull, kur ata nuk po kuptojnë sa e rëndësishme është të shkollohesh, sa e rëndësishme është gjiri i familjes, nuk i çojnë drejt familjes më, por i marrin drejt një rrugë tjetër, sa bukur është surrogacia. Do të thënë, ky lloj promovimi mua nuk më duket normal. Dhe meqense mua s'më duket normal, unë duhet të shkoj patjetër tek diskriminimi dhe të përfundoj e dënuar. Pra kjo është drejtësia dhe ky është shteti së drejtës në këtë moment ku jemi. Jo kryengritje që do bëj, por nuk do bëj asnjë hap pas, sepse mua nuk më duket as pak ndërtimi i një brezi, por më duket ndërtimi i një rrënimi kombëtar. Kaq. Ky është mendimi im si Dorin. Dhe si antare dhe aktiviste e Koalicionit për Familjes. Jemi shumë dakord me implementimet që keni bërë për digitalizimin, për mbrojtjen e të dhënave, për implementimin e gruas, rritjen e kuotave, por nuk e kuptojmë. Ajo fjala që ishte gjini gjithëpërfshirëse, nuk ka lidhje gjinia që ju e ngatroni nëpër ekrane. Jemi rom, jemi... Në fakt dhe unë pyetje në radhës për atë e kisha, gjinia gjithëpërfshirëse. Po nuk ka lidhje gjinia me... Gjinia e shumë zotri, ajo që referohet... Me të qenit, me një... Dorina apo zonja Mema? Si të duash. Ajo që referohet Dorina është përkatësia shumë fisht. Dhe jo gjinia gjithëpërfshirëse. Jo, e ke pasur gjini gjithëpërfshirëse e shkruar. E ke pasur, nuk e ke më. Pse hoqët, të lutem, ato. Po nuk i... pse s'ku është duket? Atë që thashun haram ju qoftë? Jo më, do të përgjigjesha me shumë dëshirë. Po atë ka lëvizur gjithçka. Po janë deputetët që e bëjnë këtë punë. Si ka mundësi që e hoqët ashtu e fshehet, pap. Po më shiko, atëherë, a bim dakord që ligji për barazinë gjinore është i mirë për të ndrequr pabarazitë gjinore? I mirë ishte edhe 2008, i njëjtë. Jo, pra se nuk ishte i plot. Po digitalizimi është ecja me kohën, për këtë jemi dakord. Po pra, dakord. Të po them. Po jo vetëm atë. Po. Le të themi ku doja dilja. Ligji ka pasur edhe disa rregullime, por ato rregullime asnjëherë nuk u bën. Për shembull se ngelat e puna e papaguar. Për shembull që të rregullohet tamam puna e papaguar, nuk mjafton ky ligj. Duhet ndryshohet ligji për sigurimet shoqërore. Sepse kush është ideja? Ideja është që me vërtet kjo zonja po qëndron në shtëpi dhe nuk punon dot. Ama ti paguhen sigurimet shoqërore që ti njihen për pension, pastaj që të mund të marrin një pension pleqërie në momentin që duhet. Momentet tjera, artet që përfshihen, sportet që përfshihen aty, edhe aspekti i dhunës digjitale, do kërkojnë rregullime të posaçme ligjore, sepse siç thash, ky është një ligj i cili do për të implementuar do të më fal. Për të implementuar, jo, nuk jam dakord fare. Faleminderit. Nuk jam dakord. Faleminderit. Ja për radh dakord. Ja them dhe gjë tjetër për cilën nuk jam dakord. Që? Nuk jam dakord që edhe për fëmijët të mund të futen dhe të bëhen koncepte të komplikume për t'i shpjeguar, ndërkohë që për mendimin tim, fëmia njëherë duhet zhvillojë personalitetin e vet. Do duhet të rritet, do duhet të kuptojë shumë gjëra, dhe pastaj kur të jetë në një moshë madhore, mund të diskutohet pastaj që të mund të flasim për koncepte dhe më të komplikuara, të cilat janë vështira dhe për shoqërinë tonë me tritur për t'i kuptuar ne sot. Burim i shumë diskutimeve dhe mu për këtë më ka ardhur shumë keq. Dhe kjo ka qenë dhe arsyeja e involvimit tim në të dalurit edhe në të ardhurit këtu sot. Ka qenë që fatkeqësisht diskutimet që ndodhen në shoqëri, e para një herë ishte një kohë e pamjaftueshme për shoqërinë. Ligji u miratu shumë shpejt. Në rregull? Ndërkohë që do kishte pasur shumë nevojë që shoqëria të mund diskutonte. Por ama diskutimi do duhet bërë në baza të qytetëruara. Në kuptimin që duhet të jetë diskutimi vërtet. Në momentin kur diskutimi mbushet me panikra, frikra, dezinformim, keq informim, ti nuk po e ndihmon shoqërinë. Ti po krijon le të themi aspekte negative kryesisht në shoqëri, të cilat nuk e diskutim me pasion, nuk mund të quhet. Po nuk po flas, nuk po merrem, nuk e kam për mënyrën se si është diskutuar gjëja. Dhe gjëja që un po them, nuk është se ka ndodhur në një ditë. Ka ndodhur në një kohë të gjatë dhe nuk është se them që është një anshme, nuk është vetëm një krah. Është mënyra se si ka ndodhur në tërësi gjëra, e cila edhe ka sjell konfuzion. Për shembull, ju e dini që unë akoma sot nuk e kam të qartë dhe nuk e di dhe nuk e gjej si dokument kush është projekt ligji që është miratuar në kuvend. Nuk e kemi. Derisa të publikohet fletorin zyrtare do marrin vesh ç'është miratuar. Sepse këto ndryshime në mënyrë të ndryshme, në mënyrë shumë të shpejtë dhe në mënyrë fund jo transparente,
Edhe ju nëse do kërkoni, unë kam bërë kërkim vetë në faqen e kuvendit për gjetur kush është ky projekt ligj në fund kemi lexuar me pjesë në po media gjatë gjithë. Kanë ndryshuar disa gjëra. Dakord, po. Pra neve dhe sot që flasim, jemi duke folur mbi një produkt që neve prapë nuk e dim kush është produkti që është miratuar. E kam gjetur unë. Ndërkohë që kjo do të kishte qenë më mirë që të kishte informacion. Por gjëja që mund ka ardhur dhe këtu kam dhe një përgjigje për zonjën Mema, është që gjithmonë punën tonë, sidomos kur jemi marrë me gjuhën në urrëties, nuk është qëllimi institucionit, dhe do ishte gabim nëse do ishte ky, që neve të imponohemi tjerëve mbi qëndrimet dhe bindjet që ato kanë.